një nga historitë më të rënda, por më pak të njohura të dhunës sistematike dhe terrorit ndaj shqiptarëve në Jugosllavi, është ajo e familjes Tafaj. Dy djemë të kësaj familje u vranë gjatë shërbimit të detyruar në Ishë Armatën Popullore të Jugosllavisë. Sot, pas shumë vitesh, Adem Tafaj, 82 vjeçë dhe pse në moshë të shtyrë dhe me kujtesë që po zbehet nga dhimbja, ka vendosur të thyej heshtjen dhe për herë të parë rrëfen për vëllain Nuhiun dhe djalin Fatmirin. Në vitin 1968 Nuhi Sadik Tafaj, 19 vjeç, shkoi në shërbimin ushtarak në Karlovc, i veshur me tirshi, gjurdi dhe plis. Ai u identifikua menjëherë si shqiptar që nga nuk e fshihte identitetin, u kishte trajtuar nga oficerët dhe pas një përplasje me ta, vrau në vetëmbrojtje një oficer jugoslav, u dënua me 12 vjet burg dhe u transferua në kampin famkeq të Goli Otokut. Midis viteve 1970-1971, Nuhi u zhduk pa gjurmë brenda atij burgu. Familja nuk mori kurrë një dokument zyrtar që ta shpjegojë fatin e tij, por dyshojnë se u ekzekutua dhe u hodh në det bashkë me Sali Krasnishin nga Prapaqani e disa shqiptar të tjerë. 20 vjet më pas, në vitin 1990, historia tragjike përsëritet me djalin e Ademit, Fatmir Tafajin, vetëm 20 vjeç. Ai u vra në kazermën ushtarake në Sisak nga një ushtar maqedonas. Vrasja u arsyetua si aksidentale nga autoritetet jugoslave, por për familjen, për fshatin dhe gjithë shqiptarët që e përcollën Fatmirin me nderime, e vërteta ishte e qartë, një tjetër shqiptar i vrar, vetëm se ishte shqiptar. Adem Tafaj kërkon drejtësi për vëllain dhe djalin duke shkuar personalisht në komandën e armatës, por oficerët jugoslav u zemëruan me të dhe e kërcënuan për shkak se nuk po pranonte versionit zyrtar që vrasjet ishin aksidentale. Sot ndihet keq që nuk ka bërë kurrë një padi dhe që nuk arriti të kërkojë drejtësi. Në rrëfimin e tij ai pranon se nuk e dinte si të vepronte. E kam pas vështirë boll, se atë ditë isha në gjendje me hi edhe vet në grop. Po çka me ba, ata shkuan. E padi s'kom ba, e s'kom ditë. Mas vrasjes tyne unë hupa krejt. Ky është një nga të 10 raste të ushtarëve shqiptar të vrarë ose të zhdukur në armatën jugoslave, por rasti i familjes Tafaj është i veçantë. 2 djemë të vrarë nga e njëjta familje, 2 brezat e një pasnjëshëm që përjetuan terrorin dhe vrasjen nga i njëjti sistem represiv.